Erdhi vjeshta, sina magjike, ku muzika do të na shoqërojë në çdo ditë deri në fund të muajit nëntor. Muzika është pjesë jetike e jona. Ajo nis që nga e qara e parë sapo lindim, tek të qeshurat me shpirt, tek vallëzimi në altare, deri në fund në çdo urim zemre. Dhe në një botë pa muzikë, ditët tona do të kishin thjesht robotike. Nuk di ç'bëhet në ditët e tjera të javës, por e diela mbetet magjike, sepse është edhe kënga magjike. Jemi në mesin e ardhë, sepse kemi ardhur në javën e 5 të konkurimit, ku deri tani albumi ynë muzikor përmban 27 këngë, por jo për shumë gjatë. Sot do t'i prezantojmë me 4 artistë big, ndërsa Ana me 5 artistë të rinj. Gjithsesi le të kujtojmë edhe një herë këngët konkurruese nga java e 4. Nga kategoria big, jemi me Jet, kënga Egoist. Denisa Gjezo, kënga me titull Si e më. Juliana Pasha, Ajër. Nga kategoria New Artist, Fiorella Gjaferaj, Terminal. Emanuel Mehmeti, Ocean. Aroilda me këngën Më thuaj. Door 84, kënga me titull Fari. Dhe Marko Strazimiri me këngën Mëkat. Dhe në javën e 5 do të kemi 2 zonjusha dhe 2 kavaljer. Dhe këngëtarja e parë, duket se që në ditën e lindjes e ka të shkruar fatin që t'i përkas skenës. Inis Neziri! Mirë se vjen! Inis, ti e goca e babit, i cili është muzikant, apo jo? Edhe mamit. Edhe mamit. Se dhe mamin e ka muzikant. Edhe mami është muzikant. Atëre, cila është këshilla më me vlerë që të kanë dhënë prindrit për Inisin vajzë dhe për Inisin këngëtare? Është gjithmonë e njëjta. Rri me këmbë në tokë, e thjesht dhe vetëm lutju Zotit se çdo gjë do të realizohet. Ti a beson në dashuri? Sigurisht. Beson. Po. Për cilin motiv ti do hidheshe në krahët e dikujt tjetër? Për asnjë motiv. Po pse me këtë tekst atëre? E po, në krahët e dikujt, po dikujt tjetër jo. Atëre, në krahët e dikujt tjetër, Inis Neziri. Faleminderit. Zemër është kjo që re ka fort, kur emrin ty ta përmendin s'mund t'jem e fort. A thu do jesh dhe ti si që unë tani në për çdo pikëshi. Më kujtojës ti, kjo nuk jam unë. Nuk e kuptoj, si para te e krenarin. Nuk e mbaj dot, nuk jam vetëm, por mbytem në vetmi. Kur shoh në sytë e ti, për më kujtohesh ti. Në krahët e dikujt tjetër, mbështetem dhe ndjehem. Faj se nuk e dua të mendoj, mallkoj veten. E di se ai shumë ndryshe nga ti. Do më doj si fëmijë, siç nuk më deshe kur ti. Në krahët e dikujt tjetër, fleu unë tani, kënga ime e vjetër. Më
jeti, por prapun të kam frymarrje, se shpirti nuk ndalet, duke të dasht pa mbarim. Kjo nuk jam unë, nuk e kuptoj, të dure jon përpiqem, nuk mundem dot, nuk jam vetëm por vytem në vetmi, kur më thot se më do, por zemrën kam tek ti. Në krahët e dikujt tjetër, mbështetem dhe ndjehem në faj se nuk e dua të mendoj makoj veten. E di se ai shumë ndryshe nga ti, do më doj si fëmijë, siç nuk më deshe kur ti. E di se ai shumë ndryshe nga ti, do më doj si fëmijë, siç nuk më deshe kur ti, në krahët e dikujt tjetër. Inis Neziri me këngën Në krahët e dikujt tjetër. Faleminderit shumë. Komplimente, faleminderit për gjithë shka. Për se të kaloj në këngën tjetër, do doja të bëja një falenderim për regjisorin Aldon Lipe, që është pjesë e skuadrës sonë dhe që pa diskutim është dhe krenaria e televizionit Klan, pasi pamje të tilla rrallë shohim në televizione europiane e jo më në Shqipëri. Kështu që Aldo, faleminderit për atë që je avangard gjithmonë dhe që i jep jo vetëm të dielës shqiptare, po televizionit Klan një pamje të tillë moderne. Faleminderit Aldo. Dhe tani kemi hyrë në sagën e rockerëve. Edicionin e kaluar, ai erdhi me një klithm dashurie si akoma. Zëri i tij u bë magnet për 5 jeshile në të gjitha fazat. Dhe sot vjen në një stad të ri, më lejoni të ftoj të jashtëzakonshëm asistentët tan, Frank Ibrahimi. Mirë se vjen. Mirë se të gjej. Më kish marrë malli dhe ndihem kaq mirë dhe kaq bukur që po rikthehem sërish. Këtë edicion ti do t'i këndosh ankthit. Pse kjo temë? Ndonjëherë gjejmë veten përpara pasqyrës duke folur me veten, edhe në vetmi e sipër ndjejmë se sa të lënduar jemi, se sa e vuajmë vetmin dhe jo vetëm, dhe shumë e shumë vështirësi që rruga e jetës të nxjerr përpara, e kupton edhe. Ti je shumë i ri, por e ti thuash këto fjalë. Mendoj se jam futur një rrugë, kjo e muzikës, që të përball do s'do me lloj ndjesish, si të bukura, si të jashtëzakonshme, kuptohet se muzika është një botë e jashtëzakonshme, po edhe me ndjenja negative, sepse rrugtimi është gjatë gjithë kohës up and down all the time. Dhe kam përshtypjen që të bësh gati sepse do të kesh dhe shumë akoma. Si Shumë për gjërat akoma, pozitive, po, shumë akoma, ashtu dhe por për ato që ti do mendon t'i që janë anët e errta të kësaj bote. Vërtet, do t'i që ndonjëherë duket sikur këto anë e errta të frymëzojnë për të nxjerrë diçka si kënga Ma thuaj pse, do. Ajo është forca. Le ta ndjekim Ma thuaj pse, Frank Ibrahimi. Sikur yjet ishin gjallë, me ta do kishim dar dy fjalë. Errësirën trego ma do ta hidhje larg. Pyet e veten çfarë kërkon, i e djallës ishte vallëzon. Shërimin përballë që nuk e shikon. Shqes far ke arsyem se po e jeton.
Jo Vetëm mos e dorëzo Ti kalon dhimbje në vetmi Pa fjalë, pa egërsi Ftonë heshtje vetëm në lot O Zot, soj që duket e kot Kokën pas, jo mos e kthe Para vetëm vetën ke Se më pse Lëndon vetën se më përse Ma thuaj pse Vel me yjet për sëri A do kishe pas mundësi Që dritën ta shpërndaj e vetën ti O, Saro Kush e çfarë ke arsyen pse po e jeton Ti kalon dhimbje në vetmi Pa fjalë, pa egërsi Lufton heshtje vetëm në lot O Zot, soj që duket e kot Kokën pas, jo mos e kthe Para vetëm vetën ke Se më pse Lëndon vetëm se më përse Ma thuaj pse Kokën pas jo mos e kthe Para vetëm vetën ke Se më pse Lëndon vetëm se më përse Ma thuaj pse Faleminderit në zemër Frank Ibrahimi. Jemi prezentuar me dy nga artistët big të javës së 5 dhe ndërkohë që artisti i tretë bëhet gati, ju ftoj të bëni follow në Instagramin zyrtar Kënga Magjike Official, ndërsa pas përfundimit të episodit mund të vizitoni faqen zyrtare këngamagjike.com ku mund të votoni me yje këngën tuaj të preferuar. Tani fokusin tek muzika. Nga gjenerata e re, ai është ndër pasuesit e denjtë të rockut shqiptar. Nuk bën kompromise për hir të tregut sepse beson në fuqinë e zërit të tij. Niki Zaimi. Përshëndetje. Mirë se vjen. Nëse nuk do të ekzistonte muzika, Niki, me çfarë do të merresh ti? Do të merresha me programim. Për çfarë thua ja vlen të këndosh dhe në cilin moment thua nuk ja vlen fare të këndosh? Ja vlen të këndosh kur shef në sytë e publikut vëmendjen që kanë tek ty dhe emocionin që kanë tek kënga jote dhe mënyra jote të kënduarit dhe momenti që ti ja thua nuk ja vlen të këndosh është momenti provave që lodhesh, e stërlodhesh për këngët edhe për atë perfeksionin e arritjes optimale të një këngë që bën cover ose këngën tënde. Kënga jote titullohet Pasion. Sipas teje për çfarë duhet të kesh pasion dhe për çfarë jo, meqense po i shohim të dy anët e medaljes me këto pyetje. Pasioni është ajo që bën pa u lodhur, pa u mërzitur dhe pasion nuk quhet ajo që ti e bën me zor. Kështu që dhe kënga për këtë flet që unë do ndjek pasionin tim edhe në qoftë se dikush tjetër nuk do. Edhe cili është pasioni yt? Pasioni im është të këndoj. Të këndoj. Vjen për herë të tretë në skenën ku ëndra e tij u bë realitet me këngën Pasion, Niki Zaimi.
shkel, zemra më thot, ti mos u druaj nga e madhja bot, me ty në krah, mbase s'do jem, po kokën pas nuk do të kem. Do të duaj sa do mund, se për ty nuk do t'ket fund. Pretërin që po ndërtoj, ti e se kam pasion, e nëse ti vendos të shkosh, do jetoj ende. Pretërin që po ndërtoj, ti e se kam pasion, e nëse ti vendos të shkosh, do jetoj ende. Nuk i në lotët, as dua të njoh, kam tjetër mëndje për to s'kam kohë. Dua të shkoj, ku ka altar, në mëndjen time çdo gjë kam dar. Për pasion njeri uron, qenë edhe shti që ti ku shkon. Pretëri që po ndërtoj, ti e se kam pasion, ti vendos të shkosh, do jetoj ende. Pretëri që po ndërtoj, ti e se kam pasion, e nëse ti vendos të shkosh, do jetoj ende. Që po ndërtoj, ti e se kam pasion, e nëse ti vendos të shkosh, do jetoj ende. Pretërin që po ndërtoj, ti e se kam pasion, e nëse ti vendos të shkosh, do jetoj ende. Niki Zaimi me këngën Pasion. Faleminderit Niki. Artistja që do të përmbyll garën Big të javës së 5 rikthehet si konkurrente pas 13 vitesh, ku hyri në histori si artistja e parë që solli rrymën Symphonic Rock. Ajo ka qenë pjesëmarrëse që nga edicioni i parë në vitin 1999 dhe më pas e skanoi imagjin edhe si antare jurie. Me një thirrje jete, vjen sot Manjola Nalbani. Hello, Princess. Hello. Mirë se vjen. Wow. Manjola, me qenë se kënga jote titullohet Jetoj, edhe pyetjet do të lidhen me jetën. Nëse do të veçoje vetëm një kujtim nga jeta jote, cili do të ishte? Ardhja në jetë e vajzave të mia. E dia, pse e dia unë të përgjigje? Po e di se ke vajzë vetë, nuk e ke sjell ti në jetë, ka sjell Anila, po ka qenë njësoj lumturi. Qartë, edhe djalin mos ta harroj Mionin asnjëherë, sepse Ana gjithmonë tashmë nga që... Tani nuk kam emocione, edhe s'më të përgatitur për pyetje, mos po kap në gabim. Ti këndon disa zhanre. Po. Cilin moment nga karriera do doje ta rifilloje edhe një herë nga e para? Jo, realisht asnjëran, sepse mendoj që çdo gjë ka rrjetën e vet logjike në jetë. Unë jam shumë e lumtur dhe e mbushur me çfarë kam arritur deri tani, me të gjithë sukseset apo edhe ato momentet kur mendoj që mund të isha bërë gjëra edhe shumë më të mira, më të bukura, po të gjitha na shërbejnë për të qenë sot këto që jemi. Dhe përpara se të këndojmë kam edhe një pyetje. Për cilin motiv do t'i thoje dikujt jeto? Unë besoj që s'ka gjë më të shenjtë se jeta, edhe çdo kush mund ta gjejë një motiv, edhe ai motiv qoftë një t'i japi forcë për ta jetuar jetën, që është gjëja
më e magjishme. Është dhurata më e madhe që na ka bërë krijuesi i Zotit. Atëherë dëgjojmë këngën Jetoj, Manjola në Albani. As një fjalë të humba, pa ty si kushja. E dorësuar unë veta, as në ëndra së gjenda. Ku je, se s'më vet. Si të jetoj pa ty se ti, në gjakun tim rrjedh vetëm ti. Botët jotja jam, si të jetoj pa ty se ti, në gjakun tim rrjedh vetëm ti, me sy nga qielli të kërkoj, me frymën tënde të jetoj. Vetëm veta, as në ëndra, nuk të gjeta. Ku je, ku je, ku je. Silën djenjat mi marrin, silën ma shuajnë zjarrin. Ku je, nuk di pse s'më flet, si të jetoj pa ty se ti. Ty botët jotja jam, si të jetoj pa ty se ti, në gjakun tim rrjedh vetëm ti, me sy nga qielli të kërkoj, me frymën tënde të jetoj. Manjola në Albani me këngën Jetoj. Ishin artistët Big të javës 5. Faleminderit Manjola, sipas skemës së jurisë jubilare. Artistët Big të çdo jave do të jenë njëkohësisht dhe antar jurie për këngëtarët e kategorisë New Artist. Ndaj, Manjola, Inisi, Franku dhe Niki do t'i bashkojnë Enkel Demit dhe Onida Maliqit, ku së bashku me Anën do të takohemi me 5 artistë të rinj. Publicitet. Atmosfera e New Artist ndjet me njëherë dhe gjithë shka fillon nga entuziazmi publikut. Energjia e brezit është shpërndar kudo, në sken, në backstage dhe që nga ky moment të rinj do t'jenë kryefjala. Tani, telefonat në shtëpit tuaja ose do të fiken, ose do të gjirojnë këngët e preferuara të festivalit Kënga Magjike 2025, kategoria New Artist. Ne si Gen Z ndihemi shumë krenar kur shohim bashkëmoshatarët e brezit që guxojnë në këngë dhe interpretim, në performancë apo stile veshjesh. Ndërsa, për artistin që do të ftoj tani në sken, nuk kam çfarë informacioni t'ju jap. Më shumë vite keni kaluar ju me të sesa unë. Duket sikur ka lindur në sken dhe është shoqëruesi i disa gjeneratave, Ardit Gjebrea.
Në fakt, po të mendosh që hera e parë në skenë për mua ka qenë 5 vjeç, ke të drejta thuash. Me këngën për nënën, për gjyshen, me emisionet e fëmijëve, me festivalet e këngës në radio televizion shqiptar, me albumet, me koncerte në Shqipëri apo jashtë saj. Më fal që të ndërpres. Për gjenerata e viteve të 10 s'ka ka patur një shprehje. Doni më për Belulin, të thot gjë. Jo, nuk më thot asgjë, po ju të gjeneratës Z. Jemi shumë të mirë. E di. Jemi ata që na keni edukuar ju. Dhe motivi më i madh i forcës dhe shëmbullit jeni ju. Për te ngacmimit, ne kemi gjetur disa vlera të cilat ti te kalosh ato është sfidë e madhe. Por, ne provojmë, guxojmë, dalim përpara publikut dhe bashkohemi në hashtagun BeMagic. Dhe le të nisim kështu javën e 5 të kategorisë New Artist. Tani unë e di që kjo është mbretëria jote, por më lejo ta thyej unë akullin. Kujtoj se juria mund të votojë vetëm pas refrenit të parë të këngës. Përjashtojmë rastet kur kënga emocionon që në fillim. Me 3 të kuqe, kënga ndërpritet. Me 3 jeshile e më shumë, kënga kalon me sukses fazën e parë përzgjedhëse. Dhe cilët janë 2 antarët e parë të jurisë? Janë 2 përfaqësues të denjë të gjeneratës së re të këngëtarëve. Ata erdhën si New Artist dhe sot do të vlerësojnë si një trup i vetëm. Çfarë ndodh kur 2 rockerë bëhen një? Frank Ibrahimi dhe Niki Zaimi. Nëse repertori i saj muzikor do të përshkruaj nga një fjalë, do të ishte guxim, sepse në karrierën e saj 30 vjeçare ka guxuar dhe ka krijuar gjithmonë trende. Jonida Maliqi. Përshëndetje, faleminderit. Ai skanon çdo element. Ja përse të gjithë ne jemi në një audicion përballë shkrimtarit, gazetarit në radio dhe televizion, por edhe mikut fantastik, Enkel Demi. Në 20 vjetorin e Kënga Magjike ajo u dallua për këshillat e saj, kjo edhe nga eksperienca si pedagoge. Historia e deshi që në 25 vjetorin e festivalit, ajo të rikthet në juri për të çimentuar edhe një herë standardet muzikore. Manjola në Albani. Ajo është zëri i kësaj gjenerate, por sa tolerante do të jetë përballë artistëve të rinj, Inis Neziri. Mr. Ardit, ti beson se sekreti yt është i sigurt? Ju varet për çfarë ke fjalën. Për antarët misterioze të jurisë? Po sa ti zbulojnë të tjerët, po i besoj dyshimit tënd. Le të themi që emëruesi i tyre i përbashkët është skena, por edhe mikrofoni. Së dyti, secila prej tyre ka një lidhje të veçantë me Kënga Magjike, dhe jo vetëm në një drejtim. Kjo është specifike që unifikon. Ato e kanë jetuar dhe kanë dhënë në këtë festival dimensione nga të gjitha format. Dhe nëse i mbledh të gjitha, këtu përfshihet interpretimi në skenë, prezantimi i festivalit, juria, skenari apo bashkëpunimi me emisionet të dedikuara. Ndaj dhe misioni i vështirë në javën e 10 se kush nga kategoria New Artist do të shkojnë në pallatin e koncerteve, i mbetet pikërisht 3 zonjave dhe Enkelit me Jonidën. Sot po i përshëndes unë e para. Zonjusha, jeni aty? Përshëndetje! Më lejoni t'ju pyes pak, a keni qenë më parë në ndonjë juri të dyja bashk? Nuk kanë Nuk qenë. pas kanë qenë. Mirë, përshëndetje dhe nga unë dhe kam edhe një pyetje. Deri tani, nga javët e kaluara, kemi 15 artistë të rinj të kualifikuar. Si bëhet kur të vi java e 10, pra java ju e vlerësimit, sepse numri të rinjve që do të shkojnë në pallat të koncerteve është vetëm 14, ndërsa ne deri tani kemi 15 të kualifikuar, ndërkohë që kemi edhe 23 artistë në garën e New Artist. Si bëhet? Ndjej Ardit se ndoshta si jam autorizuar, por Keli dhe Jonida janë përgjegjës për këtë. Që të jeme sinqert, as nuk kam në plan fare ta faturoj Kelin dhe Jonidën, sepse duke qenë bigët të ulur në karriget e juris, ky festival vërtet ka kryefjalë këngën, por ka kryefjalë votën, kështu që bigët kanë interes të kualifikojnë sa më shumë të rinj. Sa mirë që nuk jemi konkurrues në festival. Okej, është era e parë që antarët e jurisë flasin. Pas ke pasur diellën antare misterioze. Jo. Shiko,
Atëre, pasi të mbarojmë, le të bëjmë një takim me Kelin dhe Jonidën dhe le të shohim nëse do doni të ndronit rolet që javën e ardhshme me ta. Jo, unë nuk bëhem fuks. Edhe unë qëndroj shumë mirë këtu. Okej, ju do doni të ndronit vendet me Jonidën dhe me Kelin? Jo, nuk do të. Okej. Mirë, faleminderit, do takohemi më vonë dhe është momenti i tyre. Kthehemi në garë. Është koha të dëgjojmë këngët e javës së 5. Kemi 2 artistë të rinj që vinë për herë të parë dhe 3 këngëtarë që rikthehen. Artistja e parë po hedh hapa të sigurt në rrugën e saj. Ka qenë pjesë e Mam Po Ti, konkurrente në Kënga Magjike 2022 dhe vitin e kaluar ka realizuar mini albumin e saj të parë. Sot do t'i këndoj boshllëkut që mbetet pas një dashurie të humbur. Me këngën Dhoma, Ergita Bahja. Të pran se për mua je gjithë shka kam. I kënditët e ja ku jam, përsëri vetëm edhe këtë natë. Asgjë s'ka mbet në dhomën time, as një kujtim nga ne të dy. Nuk kam më lot as për qafime, nuk kam më nen, as unë as ti. Asgjë s'ka mbet në dhomën time, as një kujtim nga ne të dy. Shumë vibe. Nuk kam më lot as për qafime, nuk kam më nen, as unë as ti. Ke fol për mua, ke fol për ne, ke fol për ëndrat që pas i le. Si më mohove në terë të dashnis, një herë strokita të krenaris. Historia pa shkruar, beti dashuria jon, sa momente përjetuam. Asgjë s'ka mbet në dhomën time, asnjë kujtim nga ne të dy. Nuk kam më lot as për qafime, nuk kam më ne, as unë as ty. Asgjë s'ka mbet. Nuk kam më lot as për qafime, asgjë s'ka mbet në dhomën time, as një kujtim nga ne të dy. Nuk kam më lot as për qafime, nuk kam më ne, as unë as ti. Asgjë s'ka mbet në dhomën time, as një kujtim nga ne të dy. Nuk kam më lot as për qafime, nuk kam më ne, as unë as ti. E nisë mbar, më mbar nuk mund të bëj me 5 jeshile Ergita Bahja. Manjola, ishte e para që reagove. Urime, fakti që unë po e këndoja direkt, besoj që kënga e ka kryer atë misionin të themi të vetin, si për faktin që i rish shumë bukur Ergitës, po në të njëjtën kohë për mënyrën si përçohet tek të gjithë ne. Jonida. Nuk dua të shtoj asgjë për te i faktit që erdhe kaq natyrshëm, ke një ëmbëlsi, gjithçka ishte e qëndisur aq bukur, plot personalitet. Kjo është më e rëndësishme. Keli.
ke gjithë shka që duhet ketë një vajzë, prandaj merë hudhër me vete, se do të marrin sysh. Dhe faleminderit se për herë të parë në jetën time, me këngën tënde bëra duet me Manjolen Albani. Ergita shumë skenike, kënga shumë keqi, vokali brillant, ishte një kontroll i papar, kështu që shumë sukses edhe përpara. Niki, si një bashkëtare ime tek edicioni i parë i Mampoti, sigurisht që ja arriti qëllimin me këtë këngë dhe mund të them që do jetë hera e dytë që kënga mund të bëhet virale në një edicion të këngës magjike. Shumë urime. Frank. Bukur, Ergita shumë urime, erdhe ngrohtë aty tek ai stativi ku e gjete veten me një herë, domethënë kënga goditse, refreni me një herë i kapshëm. Urime. Faleminderit shumë. Jam i lumtur për ty. Jam shumë i lumtur që rikthehem sërish. Po lëre, unë kur shoh artistët e Mampoti që kanë kaluar nga kjo sens, sa janë rritur. 4 vite, 4 vite. 4 vite, po jo vetëm që u rritet shumë shpejt fizikisht, po u rritet edhe artistikisht dhe jam krenar për ty. Ikim bashk, vazhdojmë me Anën. I dyti në garë vjen nga Gjilani. Është 23 vjeç dhe mund të themi se pasioni i tij janë garat muzikore. Është përfaqësuesi i parë i Kosovës në festivalin ndërkombëtar në Kazakistan, Voice of Turan. Gjithashtu ishte dhe pjesëmarrës këtë vit në Una Voce për San Marino. Dhe gara e tij e radhës është kënga magjike. Kënga titullohet Për ty e mu, Ermal Demiri. Veç frymë mund marrë nga dalës tem më fjallë. Vetëm unë e di qka njën brendi. Nga u ditën natë, jam mos i marrë, tu jetu për ty e mu. Luftoj me vetëm prap të du, kur s'ko me t'haru. Për ty gjithë kom me menu, për ty e për mu. T'kom dasht mas miri, po, nuk të mjaftoj. Nuk di të me më konë pak fuqiana. Të shlut në të shlutoj. Prango si vetën unë ty mos me t'shkru. Kam bet veç një kujtim fjallat të du. M'ka u ditën në natë, jam mos i marrë, tu jetu për ty. Do që të shpërthej nga momenti në moment, po s'po është përthen do. Luftoj me vetëm prap të du, kur s'ko me t'haru. Për ty gjithë kom me menu, për ty e për mu. Sa shka në një brit që mu t'api vetën. Inis. Unë dhash një të gjelë për motivimi, sepse Ermali kishte një vokal shumë të mirë,
por nuk mendoj që ishte kënga më e dur për ta shpalosur vokalin tënd. Po gjithsesi mendoj se me punë edhe vitin tjetër nëse sjell një këngë më të mirë, do ja dalësh dhe më mirë. Kështu e mendon dhe Jonida? Jo, as pak, sepse nuk mendoj që të kënduarit duhet të shpalosi gjithmonë vokalin. Për mua ti erdhe me karakter të veçantë, erdhe shumë fluid në fillim, me shumë ndjesi. Dhe pastaj ai shpërthimi final ishte qershia mbi tort, plot emocion. Frank, Normal suksese, kishte luhatje, të vogla intonative, po gjendja erdhi, gjithsesi e kishte gjendje kënga, kishte brumë, si thua. Po jam dakord me Jonidën që ai shpërthimi në fund ishte i nevojshëm, kështu që të uroj suksese dhe rrugëtim të bukur, domethënë. E diskutuam bashkë me Franku që po prisim atë momentin të thashë ishte strofa e parë ishte emocioni i parë i skenës, ashtu duket, domethënë po prisim, po e thosha që presim se mos ka një bridge që të shpërthejë të japi vokalin dhe e dha. Kam frikë që po mos kishe pjesë në fundit, do kishe të kuqe disa, dhe më ndoshta jo të gjitha, por unë nuk vlerësova vetëm interpretimin, paraqitjen, kënga ishte shumë e mirë, poezia ishte fantastike. Dita më ka hup natë, më është vargë i jashtëzakonshëm. Kush e ka shkruar? Për tekstin e ka po Auron Deva në bashkëpunim me poetën Ariola Zadrima. I përshëndesi. Manjol? Do thoja që ti ke meritën më të madhe, zëri yt, ajo natyrshmëria jote në të kënduar, bëri që ti rritej vlera dhe materialit muzikor. Jam dakord plotësisht që kishte një poezi shumë të bukur, pjesën tjetër besoj që ti e rrite këngën. Edhe turoj suksese. Shumë faleminderit. Herman, shkojmë, do të viti kush tjetër. Nga Gjilani do të shkojmë në Gostivar, ku në prapa sken pret një 18 vjeçare, që në fëmijëri është vlerësuar me çmime në festivale të ndryshme, jo vetëm në Shqipëri e Maqedoni të Veriut, por edhe në vende si Poloni, Prag apo Paris. Ajo do t'i këndoj melankolis që jep një natë me shi. Në mes të shiut, Lina Demiri. Sa shumë nuk kam përshkuar të natë, dhe ora po më duket sa e gjatë. Sa pika shiu fytyrës siren, kjo natë e bukur me dikë mund gjallë. Sa shumë nuk kam përshkuar të natë, Që ka sinem duket kjo plako. po më duket sa e gjatë. Sa pika shiu fytyrës siren, kjo natë e bukur me dikë mund gjallë. Po më ngjason me ty, se ndoshta ti nuk je, mungesa jote ka pas më njeh. Dhe di e se nuk jam as pak e qetë, në mes të shiut e kush po të pret, me zritave të qytetit, po të kërkoj unë ty, her fiken e her nisen, prandaj s'duke shti, lajmin e keq unë sonte, po endaj me ty, je jam shumë e vetmuar këtë natë me shi, me zritave të qytetit, po të kërkoj unë ty, her fiken e her nisen, prandaj s'duke shti, lajmin e keq unë sonte, po endaj me ty, je jam shumë e vetmuar këtë natë me shi. Vokaliste shumë e mirë, vokalin e ka të mirë. Po pra. Sa shumë zëra dhe gjojnë nga larg, mes erësire
Druaj të dua sot të këtë vetmi, se ndoshta ti ku mund të shfaqesh ti. Po më njason me ty, se ndoshta ti nuk je mungesa jote nga pas mëndjen. Dhe di se nuk jam as pak e qetë në mes të shiut dikush po të pret me zritave të qytetit. Po të kërkoj unë dy herë fikën e herë ndisen, prandaj s'duke shti lajmin e keq unë sonte, po endaj me ty dhe jam shumë e vetmuar të na. Këngë me vlera mendoj, është këngë me vlera. Nata bie dhe nuk ka asnjë kuptim të jam Pak e ngrirë, pak fare. Interpretimi Çalon. Dita vjen me dritën bashkë dhe me shpresën për një moment më të mirë. Her fikën e nise, prandaj s'duke shti. Lina kalon pas në parë me 4 jeshile. Përse kuqe, Jonid? Ina ke një super vokal, teknikisht ishe mirë, por nuk ke emocion. Duhet mundohesh ta ndjesh ti tekstin që të mbi tek unë. Manjon? Jam plotësisht dakord me Jonidën, po s'është problemi im që të keni sa më shumë jeshile, se këto dy do ta kenë problemin në fund me ju. Kështu që, ashtu? Okej, dakord. Nuk mendoj që ishe për të kuqe. Absolutisht jam dakord që ti duhet të transmetosh më tepër emocion, sepse dhe stili i këngës duhet të bënte të kishe një çik më tepër gestikulacione të paktën. E kupton? Janë gjëra që duhet i rregullosh, e ke gjithë jetën përpara ti. Keli? Kënga ndoshta ishte shumë e madhe për moshën tënde, ndoshta s'ke kuptuar këngën, ndoshta s'ke kuptuar mesazhin e saj etj. Si ishte këngë shumë e bukur, ëh, me të drejtë. Jo, mesazhin e kuptoj, po. Po ndjeje vetmi e dashur. Mund të përshtatem me tekstin, po s'ka lidhje. Është edhe një sfidë apo jo, Lina, që të mbrish të këndosh atë për cilën ti ndoshta dhe nuk je dakord, po që e gjen shumë vetë të tjerë apo jo. Po, për unë mundova. Po mundove dhe ja rezultati. Qura! Jeshile dham për këngën, për ndërtimin e këngës, për progresionin e veçantë që kishte, për modulime të ndryshme dhe e meriton. Kalojmë tek Inisi. Okej. Do doja shumë që Lina ta rezatonte gjithë atë pozitivitetin, ëmbëlsinë, ëmbëlsinë që kishte edhe në backstage, po megjithatë i uroj shumë sukses dhe shumë e mirë. Faleminderit, faleminderit Lina. Faleminderit. Javët po kalojnë me një ritëm maratone dhe së shpejti do t'jemi në netët finale në datat 19, 20 dhe 22 nëntor në Pallatin e Koncerteve. Të gjithë artistët e kualifikuar deri tani do të kalojnë në një fazë të dytë sfiduese përpara juris, e cila do të vendosë se kush do të prek magjinë e netëve finale. Pas përfundimit të puntatës së sotme, në faqen zyrtare këngamagjike.com ju mund të votoni me yje këngën tuaj të preferuar. Po ka vetëm një rregull, mund të votoni vetëm një herë për secilën këngë. Mund të bëni follow në Instagram në faqen Kënga Magjike Official, ku do të zbulohen artistët big të secilës javë. Fjala big është ekskluzivitet. Dhe mos harroni që në hashtagun BeMagic mund të dëgjoni të gjitha këngët në YouTube. E me qënë se shumë fjalë janë ekskluzivitet, siç fjala publicitet, po më lejo të kem disa shprehje të mia. Për shembull, disa këshilla për ju. Jemi rikthyer në javën e 5 dhe pas sugjerimeve të bashkëpunëtorëve tanë, është momenti të dëgjoni sugjerimet e këngëtarëve të fundit, të cilat vinë të dyja për herë të tretë në Kënga Magjike. Kategoria New Artist në një farë kuptimi është edhe një stacion artistik. Këngëtarja e 4, siç e zbuloi dhe kolegu, konkuron për të tretin vit, ku në edicionin e kaluar fitoi për herë të parë statusin për të votuar dhe për tu votuar. Besoj e mbani mend vajzën me trëndafila e cila këndoi Më ke të kam,
Këtë edicion e ka lënë zemrën pas dhe ka vendosur të na falë ritëm. Urojmë që kjo pjesëmarrje për të jetë e drejta e vërteta. Dhe bëhemi gati të kërcejmë me këngën Koha, Artiola Topi. Hajde, Luk, hajde. Turbullon, gurat përsjen, brënda të ku, nuk më pret, nuk më mbron. Letë mara jo së doj, letë mare trupin tim, mi menetët mi fshestinat, nuk më merë do të dashurin. Letë mara jo së doj, letë mare trupin tim, Maria Shile me zgjidhje. Që nuk dalet kur nuk ishte të një si era që prek lëkur. Letë mara jo se doj, letë mare trupin tim, mi me letët mi fshestinat, nuk ma merë do dashurin. Letë mara jo se doj, letë mare trupin tim, mi me letët mi fshestinat, nuk ma merë do dashurin. Mi me letët mi fshestinat, nuk ma merë do dashurin. Na është bërë veshi, nuk e di do më të. Faleminderit. Artiola, Bes Jeshile. Sa e bukur je bërë. O, çfarë kënaqësie. Je afër, po ja afrohesh zonës Big, më duket se edhe një shtytje të duhet në Pallatin e Kongreseve dhe pastaj ti bëhesh Big. Dhe sa i lumtur jam kur shoh këngëtarët që vinë në sken, këndojnë në këtë mënyrë. Pastaj dy nga ata cilët një artist tashmë janë në jurin Big, njëra e cila është afër, zemra mal tek sa ju shoh përballë artistëve me eksperiencë. Dhe qëndroni kaq bukur brezat në sken. Manjola. Mi merë netët, mi merë ditët, nuk ma merë do të dashurin. Të mësova direkt. Dhe kjo tregon gjithçka. I nis. Unë si një gjeni vogël, jam shumë krenar të shoh gjeniun e vogël një, që të ketë arritur kaq shumë dhe të jetë e kompletuar në të gjitha dimensionet, si nga performanca vokale, si nga paraqitja skenike. Bravo. Shumë faleminderit. Qura,
Unë Artiolën e kam pëlqyer që vjet, në një kohë që ndaj atë njëjtën sken me të. Artiola shumë urime, je fantastike, sot ke ardhur si në look, si në këngë, si në performancë, si në interpretim. Bravo të qoftë. Super. Unë jam fan së yti, kështu që keep going edhe rrugtim të mbar dhe sa më të bukur. Super. Je shile më se e merituar. Shumë urime Artiola, një këngë që e fiksova direkt. Po kënu edhe unë brapa teje, do me thënë, dhe i thash direkt Frankot, le ta marrë jeshiten. Marri me gjithë shpirti, me gjithë shpirti. Keli? Bëra sigur do shtypja të kuqen, vetëm që të shia portretin e Leonidës. Leonida u skandalizu, tuti se po ndodhte në... Leonida? Pa tjetër, duke mbyllur, me të gjithë së bashku në adhurove buzëqeshje. Kjo është me rëndësishmja dhe erdhe kaq bukur, kaq natyrale, kishe lezet me të pa. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit Artiola. Shkojmë, jemi me artistën e fundit. Mua më pëlqen edhe të pikturoj. Është një nga hobit e mia. E nëse do më duhet ta pikturoja kategorinë New Artist, do t'ishte me shumë ngjyra të ndryshme, ashtu si edhe këngët e kësaj kategorie. Dhe javën e 5 do ta mbyll një këngë me motive etnike. Në vitin 2017 fitoi për herë të parë statusin për të votuar dhe për të votuar. Është ringjallur nga zjarri dhe do të tregoj se trimëria buron edhe nga vajzat. Dhe propozon këngën Ja ku jam, një titull shumë familjar ky, por që e sjell Silvana Rusi. Silvana që ka bërë si perëndeshat e Iliris. Wow, super produksion. Ma ke pati e jam bohi më thoj të du në trupin tim unë merja të bukisja im ma hupe forcën në kërru ma hupe zemë të nuk e du mi shkullera jët kjerëzu e pa ty jam qu do më falë shkam mësuar të jetoj do më falë shfryma ime nuk e ti të them jam ku jam pa pranga në duar të them jam ku jam nga erësira shuar dëgjoj e zërin po të themim gjallë dëgjoj e zërin po të themim gjallë nëse bie qojnë prap nëse bie qojnë prap nëse bie qojnë prap nga ti do qojnë prap nëse bie qojnë prap nëse bie qojnë prap nëse bie qojnë prap ja ku jam E këto motive etnike i kemi shef. Por si zemës t'i kur më pa t'i ndalu e qash trupi kur shpirti e ka harru a më thu ku shedi rrugë kur të thonë së du a më thu ku tanë që forësë ti ma more mu për vetë luftoj si një për nesh po luftoj e nëse më thua jo e mora jo që të mboj të them ja ku jam pa pranga në duar të them ja ku jam nga erësira quar dëgjoj e zërin po të themim gjallë dëgjoj e zërin po të themim gjallë ja ku jam ja ku jam
bie ço e prap, nëse bie ço e prap, nëse bie ço e prap, nëse bie ço e prap. Ja. Ria ty mos lëviz fare, Silvana Rusi me 5 jeshile mbyllim sot. Shumë emocion. Edhe ti je drejt rrugës për Big, edhe një përleshje fundit të duhet në pallatën e koncerteve dhe pastaj në vitin që vjen ku i dihet në panelin e jurist, ashtu si Niki me Frankun që fillojnë të parët komentet. Silvana, shna bëre. Shna bëre. Ta themi tamam si dy jugor që jemi ne. Shna bëre, Silvana, performance po, look po. Interpretim, këngë bukur, motive etnike, shna bëre. Niki? Super produksion, super këngë, tekst që ishte ndryshe dhe Silvana gjithashtu e përcollë emocionin, kështu që një jeshile plot nga ne. Inis? Për një moment thash se po na yshte me ato balerinat. Po nuk ishte nevojë fare se ishte një performancë shumë e mirë nga të gjitha anët. Manjol? Së pari do nis komplimente nga Joni Peçe, unë njerë. Performancë fantastike. E dyta, edhe si materialet, nuk ishte nga ato të sajuarit, të themi, për të bërë një material për publik. Keli? Ka një roman, Mirameksi, që flet për priftreshat e Ilirisë. Dhe është një përshkrim i jashtëzakonshëm i një ceremonie pagane të priftreshave të Ilirisë, aty ku ka bazën edhe një nga mbretreshat më të mëdhaja që ka Iliria, që është Teuta. Ti sot na solle pikërisht këtë lloj ceremonie pagane, fal Joni Peçit, por edhe fal vetes tënde që bëre këtë lloj paraqitje. Ishte gjithçka emocionuese. Por mos të ngelit qefi, po mund pëlqen Ja ku jam varianti parë. Nuk më ngelit qefi asfalt. Okej, marrim gjithë me të mirë njëri tjetrin. E rëndësishme është që ti rrëmbeve 5 jeshile dhe ke një rrugë gjysmë të sigurt për në pallatën e koncerteve, por asnjëherë nuk e diet çfarë do ndodhi më pas. Urime për fazën e parë. Faleminderit. Faleminderit e dashur. Okej. Bëni gati playlistën e re sepse do t'ju shtohen edhe 5 artistë të kualifikuar. Të gjitha këngët mund t'i dëgjoni në YouTube në hashtagun BeMagic. Gjithashtu mund të votoni me yje këngën tuaj të preferuar në faqen këngamagjike.com ose për çdo të re mund të informoheni në Instagram në faqen Kënga Magjike Official. Tani është momenti të takojmë edhe një herë me dy anëtarët sekretit të jurisë. Përshëndetje. Okej, mund të flasim edhe me mikrofon, me qenë se zbuluat zërin. Jeni dakord me vendimin e jurisë? Ju do kishit votuar për të 5 artistët një artist? Unë personalisht për 2 për e tyre. Do kështë kaluar vetëm 2? Kurse unë 3. Kurse ti 3. Italianët kanë një shprehje, non è oro tutto quello che brilla. Nuk është arë gjithçka që vezullon. Kështu që sot vezulluan të gjitha jeshilet nga të gjitha anët, por në javën e 10 nuk di çfarë do të vezulloj. Keli? Jo, po të jesh atje më komod, mund të bësh edhe kështu. Shumë e drejtë. Do të vendosësh portretin e Jonitës këtu. Joniti si e mendon? Mendoj që janë të favorizuara vajzat atje që janë në hije. Ende nuk janë zbuluar cilat janë imazhi i tyre. Do jemi në javën e 10. Po sigurisht mezi po pres të shikoj fytyrat tuaja. Eja t'jilla, Okej. Me qenë se shkoj puna kështu, po e lëm këtë takimin mos ta bëjmë akoma, nuk di nëse i dalluat nga zërat apo jo, por si do qoftë do kemi kohë që të jeni të 5 bashk. Kel, 4 zonjusha dhe ti. Po, ka i shpreje shumë bukur Tirana Manjolës. Hasoni Grave quhet. Okej. Unë e kam pyetjen me një prej antarëve të jurisë.
A ka ndonjë këngë që do doje ta këndoje ti? A ka ndonjë këngë? Unë personalisht mund të kisha kënduar me dëshirë këngën e Artiolës. Të Artiolës. Ndërsa zonjusha tjetër? Zonja tjetër, Po, unë zonjusha më pëlqen. do kisha zgjedhur atë të parën. Atë të parën. Ja ku zbuluam ndoshta edhe dy këngët e preferencave, domethënë të tre vajzave, të cilat kanë një shans dhe tani ju ngrohet zemra me këtë koment që sapo dëgjuan, sepse jeshilet i kanë këtu, i morën dhe dy jeshile ndoshta nga poshtë, nuk i dihet deri në fund se çfarë ndodh, zemrat e tjera jam i sigurt që po të rriten, sidoqoftë vijojmë. Por ndoshta mund të jetë edhe momenti të zbulojmë një këngë të re nga një new artist që nuk është në garë. Dhe me që e fillua me Belulin e famshëm, po e lë në dorën tënde këtë prezantim. Po, nuk do prezantoj vetëm. Dhe unë do ta bëj me shumë kënaqësi, sepse nesër në të gjitha platformat digjitale do të kemi edhe një këngë të re nga Anna. Let You Go. Let You Go është krijimi dhe realizimi në studion e famshme Invite Only Studios në New York. Le të ndjekim një ngacmim të vogël. What I gotta do to make you see everything's perfect when you're right here with me. What more can I say? We made it this way. Overwhelming emotion, all those words go unspoken. 'Cause I came into your darkness, trying to put the light back in your life. And if I'm really being honest, I don't ever wanna have to let you go. Uroj shumë që t'ju pëlqej dhe me që kanë mbetur dhe 5 javë deri në fund të kësaj faze të parë, çdo javë do t'ju propozoj edhe unë nga një këngë të re. Gen Z është një brez që nuk fal, që guxon dhe jam i lumtur që të gjithë bashkë ju po sillni një aromë të re në tregun muzikor dhe në televizionet tona. Pa frikë tashmë mund të them që kjo është edhe pjesa më moderne që e propozoni jo vetëm ju, por edhe televizioni Klan, familja jonë e dytë. Të gjithë së bashku krijojmë një të tërë, ku përqafimi juaj është motivi që na çon përpara. Be Magic, mos harroni, jo vetëm në muzikë, por në çdo ndjesi le të jetë udhëheqja e çdo dite. Pacim! Pacim!